Të doja që të diskutoja shumë për këtë ligjin për shërbimet dhe produktet biocide, por të them drejtën kur po shifja përballë nga atje produkte më biocide se këta këtu, nuk ka pasur ndonjëherë Shqipëria s'ka për të patur. Kështu që thash lere produktet biocide, po merruj çik thash me këta që janë produkti më biocid i vendit. Kemi 3 javë që zhvillohet këtu seancë pas seance, futen në rendite lloj-lloj temash dhe diskutimesh. Në kaq kohë këtu është përdor çdo procedurë, çdo makinacion që vetëm një çështje të mos përmendjet. Skandali i tunelit të Llogaras. Në një vend tjetër demokratik do ishin shembull qeveri, do ishin alarmuar, do zihenin parlamentet, por këtu ndodh kjo sepse të gjithë ju e dini më së miri se aty këmbë kokë është i zhytur kryeministri juaj. Aty tek ai tunel është një furr që po të hapet dera asaj furre do digjet gjithë qeveria dhe kjo mazhorancë. Ndaj këtu për kaq ditësh shkelet rregulloria, ndaj bllokohen njëra pas tjetrës edhe seancat dëgjimore edhe interpelancat. Tuneli Llogaras është bërë simboli i mënyrës se si kjo qeveri jo vetëm ndërton projekte, por edhe ndërton alibi. Ashtu si kundër se u shem tuneli, ka nisur të shemet edhe fasada e përgjegjësive që narko-qeveria përpiqet të mbulojë. Skandali Balluku normalisht fal presionit të opozitës është vënë më në fund në qendër të opinionit publik. Me gjithë makinacionet e Ramës për të mbyllur çdo ekran dhe çdo debat për këtë aferë. Por zëvendës kryeministri Balluku është zëvendës autorja e kësaj afere. Ajo është thjesht ekzekutorja e saj. Ajo përmbahet në karrige jo se e doni, por vetëm një tek arsye, se largimi i saj do të drejtonte, do të bënte që drejtoj gishti drejt për drejt tek Edi Rama. Kjo është arsyeja e vetme pse Edi Rama nuk e lejon atë dorëheqje. Ky është shkaku pse qeveria e mbron me aq fanatizëm, sepse në momenti që do bjerë Balluku, hapet një kuti Pandore dhe pastaj aty kputet zinxhiri dhe e dini ju, zinxhiri ku kputet dhe ku shkon. Pra, në këto 3 javë, shqiptarët po e shohin mirë që Rama është arkitekti i kësaj skeme. Dhe sikundër se është i çdo skeme korruptive dhe kriminale që është hartuar në këto 12 vite. Ka një të vërtet që çdo shqiptar e di. Asnjë ministër në këtë vend nuk ka firmosur dhe nuk firmos dot miliarda, nuk ka marrë dhe nuk merr vendime strategjike pa urdhrin apo porosin e Edi Ramës. Ky është modeli i tij qeverisës 12 vjeçar. Kryeministri Rama është në qendër të çdo tendri. Ai është në qendër të projekteve, ai është në qendër të vendimeve. Atëherë, përgjegjësia ku i bie që të jetë? Tashmë përgjigja dihet. Tuneli Llogaras është funde krye një projekt politik i tij. Nga prezantimi, tek financimi, tek propaganda, tek shpallja vepër kombëtare, gjithçka që po flas ka kaluar vetëm në një zyrë, në zyrën e Edi Ramës. Prandaj sot nuk kemi ne vetëm një ministër që nuk jep dorëheqje. Sot kemi një kryeministër që mban peng ministrin e tij jo nga dashuria, por thjesht si mburoj personale. Pse e çoi çështjen në gjykatë kushtetuese Rama? E pa precedent, sepse ai ka frikë dhe bën gjithçka të mbrojë veten. Edi Rama e bëri një lëvizje që nuk e gjen në asnjë vend tjetër të Europës. E çoi çështjen e një projekti në gjykatë kushtetuese, po pse? Që të largojë hetimin nga duart e institucioneve që mund t'i shkojnë e t'i trokasin dhe do t'i trokasin shumë shpejt në derën e tij. Që të krijojë një precedent ku çdo aferë e tij të quhet kushtetuese. Që të bllokojë transparencën dhe që të blejë kohë. Sigurisht
e bën gjasme të ruaj Belindën, ndërkohë që dihet se përmes saj ai po ruan veten. Kjo dihet më prej 12 vitesh është një taktik klasike e tij. Kur ndodhin skandale, nuk mbron ministrin, por ai gjithmonë kur e shihni që po mbron ministrin, është duke mbrojtur veten e tij. Çdo çështje që nuk e përfshinte Ramën në hetim, siç e keni parë, ministrat ka përfunduar prapahekurave. Erion Velia i përfundoi prapahekurave, sepse në çështjen për cilën u akuzua nuk ishte Rama. Ilir Beqa shkoi prapahekurave, sepse në çështjen për cilën u akuzua nuk ishte Rama. Por as Erion Veliaj nuk shkoi për incineratorët, sepse aty ishte Rama. As Ilir Beqa nuk shkoi për koncesionet në shtetësi, sepse aty ishte Rama. Ja ndjeshit ter kokës të gjitha, tentojt janë gjeshtë edhe Ametajt, por ai u tregua më i zgjuar, iku dhe sot po i bën gjyqin para shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve. Pra të dashur qytetar, po Erion, ti e di shumë mirë që po i bën gjyqin, ka raportuar ai Erion. Erion, javën e kaluar 8 orë ka raportuar diku, me detaje çfarë ndodhi në narkoqeverinë. Duroni, po ja u them, Arben Ametaj 8 orë, javën e kaluar ka raportuar diku atje. Prisni, e ka thonë ky kryeministri juaj, prisni se s'keni parë asgjë akoma. Dhe unë po ju them, prisni, se s'keni parë akoma asgjë. Do të fillojnë, do t'ju vinë gjitha mandatat, Të dashur qytetar, në çdo vend evropian, kryeministri normal do të mbante përgjegjësi. Ky është standardi i Bashkimit Evropian. Por ky standard këtu është vetëm në propagandë. Në realitet jo. Në realitet kapen pas karriges si macja pas miut. Ja ky është standardi i Edi Ramës dhe i qeverisë. Tani, po të flasim për moral, ajo dihet se këtu nuk ka moral. Nuk ka moral dhe ky nuk është standard evropian. Zonja dhe zotrinj, shqiptarët meritojnë të dinë të vërtetën, meritojnë transparencë, meritojnë drejtësi, meritojnë institucione që nuk shpërfillen, meritojnë një lider që nuk mbrohet pas varësve të tij. Kjo është e vërteta dhe kjo e vërtet do të thuhet në këtë foltore sot këtu dhe kudo, sepse drejtësia në çdo vend demokratik fillon me heqjen e mburojës, me hetimin e plot dhe me vendosjen e përgjegjësisë aty ku është origjina, aty ku është piknisja dhe në këtë rast, si në gjitha rastet tjera, tek Edi Rama. Tek ai që jep garanci kartelit të Sinaloas se në narkoshtetin e tij mund të pastroj paratë e drogës pa hyrë gjemp në kom. Mund të investoj kartelet në kazino, në hotele, sepse kanë mburojen e kreut të qeverisë. Washington Examiner sot e nxori Edi Ramën ushtar i kartelit Sinaloas. Kur të vitë çështja e GPS, ngrihet dorën ti. Ai do jetë varri jot ligjor dhe politik. Gjipeja, pusho. Kështu që të dashur miq,